Vithkuqi është një vendbanim me një histori të shquar dhe të lashtë. Një qendër që mbart në vetvete gjurmët e një qytetërimi të madhërishëm, të përhapur përtej shekujve dhe kohëve. Origjina e këtij vendi, që daton që nga periudha ilire në shekujt e 3 dhe të 4 para lindjes së Krishtit, dëshmon për një vazhdimsi të gjatë të jetës së organizuar që ka formësuar jo vetëm Vithkuqin, por të gjithë rajonin përreth. Ky vendbanim ka qenë dëshmitar i shumë ndryshimeve historike, por ajo që e bën veçanërisht të dallueshëm është lidhja e tij e hershme dhe e fortë me krishtërimin. Vithkuqi, si fillimet të ekzistencës të tij si qendër e banuar, llogaritet jetë 1500 vjet para Krishtit, në varrezat që kanë dalë dhe nga ngrimet arkeologjike që ka patur. Ka patur një zhvillim të jashtëzakonshëm fal rrugës që lidhte Beratin me manastirin. Ka patur një zhvillim shumë të shpejtë, merrshin njerëzit janë marrë me tregti, ka çdo gjë ka dalë produkt nga Vithkuqi dhe ka patur një lulëzim shumë të madh. Rreth viteve 1300, fundit viteve 1300, 1390 janë eksodet e para të vithkuqarëve nga Vithkuqi. Fal të hapjes një rrugë të re që lidhte këto, thotë, ishte më ashtu. Edhe nga dyndjet dhe hyrjen e Osmanëve në Ballkan. Vithkuqi është një vend me shumë histori, i cili nuk fillon as para 100 vjetësh, as para 1000 vjetësh, por është një vendbanim që daton që nga periudha ilire. Dëshmitë arkeologjike, zbulimet e bëra në mënyrë fare rastësore, gjatë punimeve kur po bëheshin, po ndërtohej një furrë gërqeleje, janë gjetur disa varreza ilire, tuma ilire. Dhe objektet në të përkisin shekullit të 3 edhe të 4 para Krishtit. Kjo tregon për një treve e cila gjithmonë ka pasur banim dhe ka pasur jetë. Gjithashtu në vendin ku sot ndodhet manastiri Shën Pjetrit ka qenë edhe një tempull pagan, i cili daton dhe përsëri nga periudha ilire, të cilë profesorët tanë të nderuar e kanë dokumentuar në mënyrë shumë të mirë. Gërmimet arkeologjike dhe dokumentet historike na tregojnë se krishtërimi ka hyrë në Vithkuq shumë herët përpara shumë vendbanimeve të tjera në rajon. Kjo dëshmohet nga tempujt e krishterë që shtrihen në të gjithë hapësirën e këtij vendbanimi dhe përtej saj, duke pasqyruar një traditë të thellë fetare që ka formësuar shpirtin e komunitetit të tij ndër shekuj. Pozicioni strategjik i Vithkuqit, i vendosur mes maleve dhe me një lidhje të ngushtë me rrugët tregtare dhe kulturore të kohës, ka bërë që ai të jetë një pikë e rëndësishme e shkëmbimeve të ideve, kulturave dhe traditave fetare. Në Vithkuqi, rreth viteve 1700, Vithkuqi ka arritur kulmin e lulëzimit të tij. Ka patur një popullsim mbi 15 deri në 20.000 banor. Në atë kohë Vithkuqi ka patur në vitin 1730, në bazë të një historiani, jepet që Vithkuqi ka patur 15 kisha dhe ka patur një lulëzim të jashtëzakonshëm të tij. Në atë kohë Vithkuqi është mbajtur për një nga mbrojtësit dhe ka ruajtur besimin e tij. Monumenti më i vjetër i njohur i kësaj trashëgimie është kisha e Shën Athanasit, një tempull ky që daton në vitin 1162. Kjo kishë, një simbol i rëndësishëm i identitetit të hershëm të Vithkuqit si një qendër e krishtërimit, për fat të keq, u shkatërrua gjatë luftës së dytë botërore, duke lënë pas një boshllëk në trashëgimin kulturore dhe shpirtërore të këtij vendi. Kisha më e vjetër e Vithkuqit që njihet, që nuk ka ekziston sot është një kishë dhe vogël e re, është kisha e Shën Athanasit e vitit 1164. Vithkuqi fillon shfaqet me një kishë shumë të vjetër, kishën e Shën Athanasit,
të vitit 1162, që këtu fillon historiku i Vithkuqit, të cilën ne kemi të dokumentuar. Por gjithmonë themi që Vithkuqi nuk ka qenë ndërprerë në gjatë gjithë periudhës si vend i banuar. Kjo kishë aktualisht është e rindërtuar, sepse është shkatruar gjatë luftës së dytë botërore, dhe kemi humbur një thesar shumë të çmuar për Vithkuqin, ishte një dëshmi shumë e madhe. Pavarësisht kësaj humbjeje tragjike, Vithkuqi ruan thesare të tjera të vyera, ndër të cilat spikat ikona e jashtëzakonshme, e cila ndodhej në kishën e Shëngjergjit. Mendohet se kjo ikon daton në shekullin e 14, por disa studiues sugjerojnë se mund të jetë edhe më e hershme. Kjo ikon, përveç se një vepër arti të rrallë, paraqet një dëshmi të fuqishme të përkushtimit shpirtëror dhe artistik të komunitetit të krishterë të Vithkuqit. Me kalimin e kohës, Vithkuqi u zhvillua në një qytet të mirë organizuar, me një strukturë të veçantë urbane që pasqyronte një bashkëjetesë të ngushtë midis jetës shpirtërore dhe asaj shoqërore. Lagjet e ndryshme të qytetit ishin secila e lidhur me një kishë, duke krijuar kështu një rrjet të gjerë qendra shfetare që e bënin Vithkuqin një qendër të rëndësishme kishtare dhe shpirtërore. Këto kisha nuk ishin thjesht vende adhurimi, por edhe qendra të dijes, artit dhe kulturës. Vithkuqi si qendër banimi, kulmin e tij arriti në shekullin e 17 dhe të 18, ku sipas studiuesit Ilomit Qavzezi, ai thotë, nuk përmend as numra banorësh, as asgjë tjetër, por ai thotë Vithkuqi në kohën e lulëzimit të tij dhe në maksimumin e tij kishte 15.000 dyer. Në 15.000 shtëpi, që është një numër shumë i madh. Sot ku është fshati, janë vetëm 3 lagjet ekzistuese, të cilat kanë qenë më përpara, të cilat ruajnë edhe vetë emrat e vjetra, si lagja Grekas, lagja Dukas dhe lagja Saraq. Edhe pse një pjesë e emrave janë transformuar paksa, lagja Grekas dikur e quajtur Krekas, si pasojë e bimës së Krekës që ndodhej shumë në atë zonë. Edhe gjithë pjesë e lagjeve të tjera. Kisha me vjetër e Vithkuqit që njihet, që dhe sot, që nuk ka ekziston sot është një kishë dhe vogël e re, është kisha e Shëntanasit, e vitit 1164. Kemi kishën e Shëmërisë që është përpara kishës së Shëmillit, ose zonjës së madhe që quhet në këto. I bie tjetër e viteve 1670 si kishë. Kemi kishën e manastirin e Shëmpjetrit, është i vitit 1764, edhe kishat e tjera që kanë qenë, ka këto janë të gjitha në të njëjtës periudhë të viteve 1700 deri në 1800 e para 1800, se janë të gjitha. Kishat e Vithkuqit kanë qenë, siç na tregonin plejtan, kanë qenë 24 kisha. Se kisha ndërtoheshin të tëra me kontribut kolektiv të vetë fshatit. Edhe me njerëz që kishin jashtë, sponsorizonin para, edhe i ngririnin kisha. Çdo fis kishte shëntorin e tij. Edhe kështu kemi qenë të ndarë. Për shembull, nga një më, neve festonim gjithmonë, festonim Shënmërin, ndërsa nga babai festonim Shënkollin, se kishim mjushin. Edhe të tërë sikush kishte kishën e vet, me përvërsi, edhe kujdeseshin për kishat e veta. Kisha kanë qenë gjithsej thash 24 kisha. Tash i ekzistuese duhet të jenë 16, sipas asaj, po t'i rreshtoj një, sipas timës. Kemi Shëmpalin, që është manastiri lart në mal. Poshtë, në këmbëti e shëndërtuar Shënthanas. Kemi kishën e Shënkollit. Kisha e Shënkollit ka qenë manastiri dhe ajo. Ishte rrëzuar komplet. Kemi kishën paset Shëndlis, në maj, shumë e bukur dhe ajo. Kemi kishën e Shënvinajt, të rekonstruktura. Kemi kishën e Shënmilit. Kemi kishën e Shënvangelizmojt. Kishën e Shën Konstantinit. Kemi pasaj një qendër, kishën e Shënmëris, një qendër të fshatit, edhe kishën e Shën Nikodimës, që është bërë tani.
Kisha e Ungjillëzimit është një shembull i shkëlqyer i kësaj trashëgimie. Ndërtuar në shekullin e 17, kjo kishë ka shërbyer si qendra shpirtërore e lagjes Tatac dhe është e njohur për lidhjen e saj me mrekullinë ku një fëmijë i vdekur foli dhe dëshmoi, vërtet u ngjall. Ky episod, që vazhdon të tregohet ndër breza, ka forcuar më tej besimin e komunitetit dhe rëndësinë e këtij tempulli. Një ndërtohesh dhe kisha e Ungjillëzimit në Vitkuq, e cila lidhet edhe me një historik paksa më të veçantë se gjitha kishat e tjera në krahasim, sepse në atë kishë ka ndodhur një mrekulli. Fëmia i vdekur, prindrit nuk e linin dot vetëm, sepse ishte nata e Pashkës, do të shkonin të merrnin pjesë në liturgji, të merrnin dritën e shenjtë, të thoshin Krishti u ngjall, edhe kanë lidhur një qenj të vogël, e kanë lënë krah fëmijës së vdekur të vogël. Në momentin që janë kthyer, edhe kanë thënë Krishti u ngjall, sa hyn në shtëpi siç është tradit, fëmia është përgjigjur vërtet u ngjall. Edhe kjo i ka shtyr këta që banisën e tyre ta kthejnë edhe të ndërtojnë një kishë kushtuar së tërshenjtës. Jati mbas kësaj mrekullie është veshur murg në malin e shenjtë, gjithashtu edhe Jema ka shkuar murgisht në një manastir tjetër. Gjatë punimeve që u bën viteve të fundit, mbas pjesës së kishës e zbuluar një varr i vogël dhe kishte ishtrat e një foshnje. Gjë që edhe e vërtetoi, si të thuash, këtë gojdhen që ka kaluar brez pas brezi. Po aq mbresilënëse është edhe kisha e Shën Maris, e cila daton në periudhën 1670-1679. Kjo kishë është një nga monumentet më të veçanta të arkitekturës fetare në Shqipëri, me një formë një nefshe dhe një kupol të rrallë që dëshmon për mjeshtrinë dhe kreativitetin e arkitektëve të saj. Kisha e kryengjëjve Mikael dhe Gabriel e ndërtuar në vitin 1682 dhe e pikturuar më 1728 është një tjetër pasuri e vyer e Vitkuqit, ndërsa kisha e Shën Gjergjit dhe ajo e Anargjendëve vazhdojnë të jenë dëshmi të qarta të lidhjes së thellë të këtij vendi me besimin dhe kulturën fetare. Kisha e Shëmillit është e vitit 1684, por në bazë të disa thenjeve gojore që mund të kenë mbetur të shkruar, themelet e para të kësaj kishe mund të jetë vitin 900. Por Vitkuqi ka dhe një kishë tjetër, kishën e Krye Angjëjve, e cila ka përfunduar së ndërtuar në vitin 1682 edhe është pikturuar në vitin 1728, por sipas traditës gojore të banorëve, kjo kishë është para 1000-s, thoshin pleqt. Kjo kishë nuk ka hyrë 1000 kur është ndërtuar, siç e thoshin ata. Kështu që Vitkuqi ka një historik me krishtërimin shumë të lidhur. Po kemi edhe kishën e Shëmillit, edhe kishën e Shëmillit e kemi simbol, se është ndër kishat më të vjetra dhe më të mirëmbajtura të fshatit. Një nga monumentet më të spikatura të Vitkuqit është manastiri i apostujve të shenjtë Petër dhe Pavël, ndërtimi i të cilit filloi në vitin 1709 dhe përfundoi në vitin 1764. Ky manastir, me arkitekturën dhe ikonografinë e tij të jashtëzakonshme, përfaqëson një nga kulmet e trashëgimisë shpirtërore të këtij vendi. Ky manastir ka edhe një historik mjaft të çuditshëm, sepse ndërtuesit i këtij tori Axhi Athanasi Rimara, i cili ishte përgjegjësi i doganave të Venedikut, pasi kreu një udhëtim në vendet e shenjta, i lindi frymëzimi për të ndërtuar një kishë madhështore në vendin e tij në Vitkuq.
Ai gjeti frymëzimin edhe dhuroi për ndërtimin e manastirit 7550 akçe të asaj kohe, ku me 25 akçe ndërtoi një shtëpi. Do të ishte një vlerë mjaft e madhe. Mbi 300 shtëpi mund të ndërtoheshin me një vlerë të tillë. Për ndërtimin e Katolikonit, Murg Tarasi ka mbledhur nga vitkuqarët e Hungarisë 500.000 aspra, të cilat i ka sjell vet, i ka mbledhur, me thënë që në ato vitkuqarët kanë funksionuar edhe jashtë shtetit ku kanë qenë, mblidhin fonde, mblidhin për të ndihmuar vendin e tyre që të përparonte. Më vonë kemi gdhëndjen e ikonostasit nga Dimitër Konicioti, i cili është një ikonostas kryevepër, është një nga zgjidhjet më të mira si kompozicionale, si në stilin e gdhendjes nga më të mirët të fundit të shekullit të 18. Ky ikonostas është paguar nga tregëtarët e Voskopojës, do të theksojmë këtë, dhe ka kushtuar 600 grosh, ku me 4 grosh përsëri mund të bëjë një shtëpi në atë kohë, që ishte një vlerë mjaft e konsiderueshme. Për pikturimin e këtij manastiri janë thirrur piktorët më të mirë të kohës, vëllezër zografi, të cilët kanë pikturuar të gjithë pjesën e manastirit edhe të kishës së ngjitur, e cila ka funksionuar si kishë për të kryer shërbesat e përditshme murgjit, duke qenë fare pranë manastirit. Është ndërtuar pak më herët, por brenda periudhës kur Haxhi Athanas Rimara ka dhuruar lekët. Filloi nga viti 1709 dhe vazhdoi deri në 1764. Por nuk është një punë kaq intensive që të jetë punuar për rreth 60 vite, por është punuar në faza të ndryshme. Fazën e fundit është faza e pikturimit. Gjithashtu edhe ikonat që na vijnë nga ky manastir janë përsëri nga vëllezërit zografi. Edhe janë të një përmase shumë të madhe, janë shumë të bukura, sot ato janë të ekspozuara në Muzeun e Artit Mesjetar Korç, edhe janë kryevepra. Një fakt tjetër i rëndësishëm të cilin e kam zbuluar së fundmi, duke studiuar dhe duke parë literaturën, sidomos duke folur edhe me banorët më të vjetër të Vitkuqit. Unë fillimisht e kam dëgjuar nga banorët, por pas e gjeta edhe të dokumentuar dhe në libra. Vitkuqarët thoshin që gjatë ndërtimit të manastirit ai shumë punëtor ka pasur sa janë konsumuar 5000 kuintal piper, që ishte një vlerë shumë e madhe, cilën fillimisht kur kam dëgjuar nga banorët, thjesht do ishte një egzagerim ose diçka e tillë. Kur shoh që edhe Fatbardha Shkupi e kishte dokumentuar këtë të tillë tek revista Monumentet gjatë periudhës së regjimit diktatorial, ku ishte bërë një studim për këtë manastir. Edhe ky manastir kishte rreth 40 doma, të gjitha të rregulluara, 3 katsh, sidomos biblioteka, e cila ruante librat më me vlerë që ka patur Shqipëria në atë kohë. Të gjithë librat e shtypura në shtypshkronja e Voskopojës, do ta theksojmë këtë, sidomos edhe traktatin logjik të Kavaliotit, i cili ishte drejtori i parë i Akademisë së Voskopojës. Gjithashtu edhe gjithë librat e tjerë liturgjik, të themi, të shtypur si në gjuhën latine, si edhe në gjuhën greke. Kemi shumë të tillë. Por fatkeqësisht kjo bibliotekë u shkatërrua. Kur manastiri u doq, një pjesë e librave u vodhën, u hodhën, edhe nuk ka mbijetuar asgjë nga ky manastir, nga kjo bibliotekë kaq e famshme që përmendet. Në atë kohë që është ndërtuar manastiri i Shëmpjetrit, se si fillesa të manastirit Shëmpjetrit, është viti 1701 dhe 1709, është marrë një lejë, një ferman nga sultani për ndërtimin e kishës. Njerëzit që nuk e donin ndërtimin e kishës kanë shpenë fjalë në Stamboll, në Konstantinopoj, që nuk po ndërtojnë kishë, po ndërtojnë një kështjell. Dhe ndërprerë ndërtimi kishave të saj, të Shëmpjetrit, të manastirit. Është vazhduar nga rreth e 1709 dhe 1711 kanë mbaruar si ndërtim i manastirit. Dhe të gjitha janë bërë nga Thanas Rimara, që mund të quhesh edhe Haxhi Thanasi, që të është ndër në atë kohë për titull. Ai ka mbledhur, është nga kontributit kryesor për ndërtimin e kësaj kishe. Në atë kohë që e ndërtuar manastiri i Shëmpjetrit, rreth viteve 1774, i bie që të jetë ndërtuar edhe manastiri i Shënkollit. Dhe njerëzit kanë qenë tetur për ndërtimin e këtyre tempujve. Në atë kohë, me të marrë lejen që është dhënë leja, ata janë dyndur dhe kanë dhënë çdo gjë me kontributin e vetë tyre, me kontributin e çdo gjë që ishte,
dhe ndërtimin e këtyre kishave dhe përmbajtjen e besimit. Edhe manastiri Shën Pjetrit është djegur në 28 gusht të vitit 43. Mbasi formimit të brigadës parë në 15 gusht në Vitkuq. Italianët e kanë bombarduar dhe kanë djegur komplet fshatin e Vitkuqit. Akmarrin dhe kësa dhe si baza që mund të qushin të partizanëve, e djegur kisha e Shnepremtes, një kryevepër arti, në bazë të thenjeve të gjyshëve tanë. E djegur pjesa e manastirit Shën Pjetrit, e djegur kisha e Shënjanit, e djegur manastirit Shën Kollit, e djegur 4-5 kisha në atë kohë, dhe kishat e vogla që ishin të Shëndëllisë ose të Pandalimonit. Janë djegur me persekuta vetëm, por në kohën e persekutimit kanë betur vetëm këto si 5 kishat. Njëra që e dëmtuar më tepër në atë kohë, që janë kisha e Shëngjergji, që është bërë magazinë dhe për ashtu. Po në këtë kohë nuk është. Shëmilja është ruajtur dhe Shën Pjetri. Se dhe Shëmëria ka patur disa, do me thënë, fatkeqësi, tu është se një pjesë është e viteve 1700, fillimit viteve 1900, është djegur, do me thënë, gabimisht thjesht nga një qiri ndezur në ikonostas, përpara ikonës Shëmërisë. Dhe atë i jep sot që të ketë nxirje të atilla që kisha. Në manastiri Shën Pjetrit dhe në kisha që është pas tij, Anaxher dhe Kozma dhe Damian, janë vëllezërit Zografi, Konstantin dhe Athanas Zografi, që kanë bërë pikturat dhe afreskun. Ikonostasi i Shën Pjetrit, pavarësisht se sot nuk është i vendosur në manastir, është një kryevepër arti. Do më thënë ai daton rreth viteve 1774 i vendosur. Dhe vlera e tij thot, e ndërtimit e atij thot, kalon në 600 deri në 700 aspra në atë kohë. Që po të llogaritëshin me ndërtimin tote për ndërtimin e 300 shtëpive. Shën Pjetri, siç na kanë treguar të parët, edhe tani nga gërmimet që janë bërë, kanë dalë tani konturet e mureve të dhomave, ka qenë me 40 dhoma. Ka patur ikonom në atë kohë në Shën Pjetër. Edhe Shën Pali ka dhe qimitiri. Janë kockat eshtrat në harka të vendosura, ku shet disa kohë përpara, se ne i themi qimitir. Nësa këta i thonë fjetorja, ose të fjetorit. Është Shën Pjetër simbolizimi i ardhjes beharit. Neve kur bijem në darkë për të fjetur, kur bëjmë kryqin, themi u gëdhisht Shën Pjetër. Kështu në është mësuar, në është në traditë nga të vjetri. Jeta jote agoj plot me shkëlqim sërish, për me spendimit në Athos, o shënar dhe atlet, Nikodimi shenjtë të ti që nga Vitkuqi jem, o dhe Jesove ta pokosh, Zotin prapë në berat që ti e pate mokuar, nërmjeto për ne të gjithë, o dëshmoriri i Zotit Krisht. Nikodimi, një martir i ri dhe figurë e shenjtë e kishës ortodokse, është biri i këtij vendi të shenjtë. Po ashtu, Shën Jakovi, një figurë e rëndësishme që lidhet me periudhën e hershme të krishtërimit, ka lënë gjurmë të thella në historinë e Vitkuqit dhe përtej saj. Të dy shenjtorët kanë dalë në një kohë që ishte pjesa e kthimit më të madh e ndryshimit të fesë. Edhe ata janë krenar për ata se janë martirë që kanë pohuar besimin. Shën Nikodimi ka një histori të çuditshme që arriti të ktheshe, të ndronte fe
dhe i është treguar rruga pasi ka në arritur në Malin e Shenjtë, ka arritur që e thënë një diçka, një shfaqje që e bërshmëria dhe Krishti, e thënë atje ku e mohove, do e të pohosh. Kemi dhe, në atë kohë kemi dhe Shën Jakovin, një martir të ri të, ai është martirizuar diku në afër Aleksandropolit, në pjesën e Adrianopol, Aleksandropol, kufirin Turqi, Greqi sot. Unë si vithkuqar, më shumë njihja Shën Nikodhimin. Pasi ne kemi edhe kishën kushtuar këtij shenjti të vetme në Shqipëri. Shën Jakovin nuk kam zbuluar pak më vonë. Edhe duhet të them rreth viteve 2011-2012. Përsëri kam qenë mjaft i vogël kur e kam dëgjuar nga stërgjyqja ime. Në radhë të parë, ai më tha në mënyrë pak të përgjithshme se si ishte historiku i këtij shenjtori. Dhe ky është shumë i hershëm se sa Shën Nikodhimi. Është i viteve 1500. Po. Por nuk ishte brenda nga fshati Vithkuq. Ishte nga zona e tij. Nga zona e Vithkuqit. Nga zona e Vithkuqit, por vithkuqarët e nderonin shumë si shenjt. Edhe kjo gjë tek vithkuqarët ka ndikuar jashtë mase. Sepse duke pasur dy shenjtor, edhe besimi ishte shumë i madh. Madje unë dua ta lidh pak edhe gjatë kohës një shkatrimi të Vithkuqit. Është një histori e cila ka dy anë. Ka dy rryma të cilat tregojnë dy gjëra të ndryshme. Unë do i them të dyja. Në kishën e Shën Minajt, ushtrit osmane kanë mbledhur shumë burra, mbi 100 të tillë, na thon banorët, dhe kanë detyruar të konvertoheshin në besimin islam. Por banorët nuk kanë pranuar dhe janë masakruar, janë thelur për besimin brenda në nausin e kishës. Këtë gjë shumë banor e pohojnë. Dhe në kisha është kthyer atje dhe bërë një masakër për besimin. Çdo e dhënë është fshirë. Edhe kjo qarkullon vetëm tek banorët, sidomos tek të vjetrit. Vithkuqarët gjithmonë nuk e kanë braktisur besimin, kanë qenë mjaft të zjarrt, si të krishterë. Kanë qenë krishterë mjaft devotshëm dhe këta e tregojnë dy shenjtorët që kanë dalë nga Vithkuqi dhe gjithë ato kisha të mrekullueshme. Se një vend që nuk do kishte besim, si do kishte kaq shumë kisha. Po flasë për një qytet me mbi 24 kisha. E përse Zoti do që ne t'i kujtojmë gjithmonë martirët? E përse ka lejuar që t'jemi të martirët? Këtë pyetje e bën Shën Nikodhim Ajoriti, një shenjt i madh i murg në Malin e Shenjtë, i cili ka qenë një nga parët që shkruajti një përmbledhje të jetëve të martirëve të rinj, përfshirë dhe jetën e Shën Nikodhimit të Vithkuqit. E thotë kështu: përse Zoti i lejon këtë? Dhe pastaj përgjigjet për vetë. I lejon thotë si një shembull për të na forcuar ne në besimin. E sidomos në kohë të vështira, thotë, këto martirë janë shumë të rëndësishëm, sepse besimi i tyre dëshpëtoi jo vetëm martirët, por dëshpëtoi edhe njerëzit që shikojnë. Dhe prandaj kemi një episod shumë të kuptimplot nga jeta e Shën Nikodhimit. Gjatë kohës që po martirizohej, po e torturonin, kur e pleq të 3 fshatrave të Beratit, të Sinjës, Poftalit dhe Satovicës, kishin vendosur që të praktikisnin krishtarimin dhe të merrnin fenë muslimane. Ndoshta të rënduar nga taksat e mëdha që paguanin. Kur erdhën në Berat dhe panë trimërinë e madhe me cilën Shën Nikodhimi po dëshmonte për besimin e tij, ato u penduan dhe u kthyen përsëri në fshatrat e tyre. Dhe akoma dhe sot të 3 fshatra janë ortodoks, pikërisht nga dëshmia e Shën Nikodhimit. Prandaj çdo i krishterë, nëse bëhet një dëshmi e qartë e besimit të tij, do shpëtojë jo vetëm veten e tij, por do shpëtojë edhe shumë njerëz në rrotull të tij. Amin. Të gjitha këto monumente, ikona dhe figura shpirtërore të shenjtorëve e bëjnë në Vithkuqin një thesar të pashtershëm të historisë, kulturës dhe jetës shpirtërore shqiptare. Ky vend, me bukurinë e tij natyrore dhe pasurinë shpirtërore, mbetet një qendër e rëndësishme për trashëgiminë kombëtare, duke i dhënë atij një vend të veçantë në historinë e Shqipërisë. Vithkuqi, toka e shenjtorëve dhe e kishave, është një dëshmi e qartë e harmonisë midis besimit dhe kulturës, një vend që vazhdon të ndriçojë historinë dhe identitetin ton kombëtar.